Ajo datë është sikur njeri. Lufta nuk bie bombona, lufta bie ploma. Dokumentar. Ata ime do t'jetë gjithë një Një ngjarje më të mëdha të historisë së popullit shqiptar. Ne fituan ata që duhet të fiton. Dokumentar. Radio Dokumentar, 12 qershori, kujtesa e lirisë. 12 qershori i vitit 1999 shënoi fundin e një kapitulli të dhimbshëm. Pas muajsh lufte, humbjesh dhe pasigurie. Erdhi dita që shumë kush e kishte pritur, por pak kush e kishte imagjinuar si do të ndihej. Një ditë që do të krijonte kujtime që nuk do shuheshin kurrë. Në atë ditë, në vende të ndryshme të Kosovës, ushtarë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës morën lajmin që gjithçka kishte marrë fund. Lufta e Kosovës e udhëhequr nga ushtria çlirimtare e Kosovës u zhvillua në disa zona kryesore në vendin tonë. Këto zona njiheshin si zona operative dhe secila kishte rëndësi strategjike. Ishin gjithsej të 7 zona. Zona operative e Drenicës, ajo e Nerodimës, zona e Pashtrikut, zona e Dugagjinit, zona operative e Llapit, zona e Karadakut dhe zona operative e Shalës. Quhem Haxhi Hoxha, nga fshati Damanek, kam qenë ushtar i UÇK-s, brigadës 113, Drenicës. Unë jam Nejat Shahini, prej Kërizajit, ish luftari i UÇK-s në zonën operative të Nerodimës, në njësinë speciale Shqipunjat 107. Shkelzen Shehu, brigada 138, Agim Ramadani, bataljoni 2 në rast Kosharës. Unë jam Aslan Aslani, Daku, ushtari i ushtrisë shqiptare të Kosovës, kam qenë zonën operative të Llapit, brigada 152, tani kemi ardhur në zonën operative të Karadakut, brigada 171. Bajram Gashi, kam shërbyer në policinë ushtarake të brigadës 121, Kumanova, zonë operative e Pashtrikut të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Zem Saraçi, ushtari i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Veprimtarinë time fillimisht e kam filluar në zonën operative të Drenicës, mirë po ma vonë kam qenë në zonën operative të Shalës, përkatësisht në brigadën 142. Rafet Lapashtica, kam shërbyer në brigadën 152, Shaban Shala, zona operative e Llapit, konkretisht në njësitë e Ulpiana 38 në zonën e Llapit. Të gjithë këta ushtarë të 7 zonave operative të UÇK-s kishin një kohë që ishin veshur në uniformën e ushtarit, duke mbrojtur vendin nga agresioni serb. Shumë prej tyre kishin muaj të tërë pa marrë asnjë lajm për familjet. Disa kishin dalë në luftë bashkë me vëllezërit, të tjerët me prindërit. Kishte edhe djemë të vetëm familjesh, por të gjithë i bashkonte e njëjta arsye. Mbrojtja e vendit të tyre. Dhe një ëndër e përbashkët. Liria. Dhe një ditë, saktësisht më 9 qershor të vitit 1999, pas bisedave e sulmeve ajrore të NATO-s ndaj caqeve serbe, erdhi një lajm që këta ushtar e kishin pritur shumë gjatë. U arrit marrëveshja e Kumanovës, e cila parashite largimin e forcave serbe, hyrjen e trupave toksore të NATO-s dhe kthimin e refugjatëve. I can confirm that General Marjanovic and General Stefanovic have signed the agreement on behalf of the Federal Republic of Yugoslavia, and that I have signed on behalf of NATO. Under the terms of the agreement, once it had been confirmed to the Secretary General of NATO that the Yugoslav forces have complied
with the initial withdrawal required of its forces from Kosovo, that he will direct the suspension of the airstrikes. Ishte lajmi që e kishin pritur për kohë të gjatë. Po kur erdhi, shumë kush e pati të vështirë ta besonte. Gëzimi ishte i madh. Aq i madh sa përzihej me heshtjen. Sepse në atë qast, secili kujtonte dikë që nuk ishte më. Dikë që kishte luftuar për të njëjtën ditë, por nuk arriti ta shihte. Under the terms of the agreement, once it had been confirmed to the Secretary General of NATO that the Yugoslav forces have complied with the initial withdrawal required of its forces from Kosovo. Kur erdhi lajmi, nuk kishte një moment të vetëm. Nuk kishte një zë të vetëm që e tha lajmin. Për dikë erdhi përmes një shoku. Për dikë tjetër, si një thashe them që nuk guxonte ta besonte me njëherë. E për dikë, madje me 1 apo 2 ditë vonesë. Dhe në atë qast, pyetja nuk ishte vetëm a mbaroi lufta, por çfarë vjen tani? Për Haxhi Haxhiun, ushtar nga zona e Drenicës, i cili kishte rreth 1 vjet e gjysmë i uniformuar, lajmi për marrëveshjen e Kumanovës e gjeti në malet e Berishës. Lajmin e ke marrë përmes shokëve se ka pas dikush në radio, i kanë shu përmes akumulatorave të kerë, traktorave që kanë qenë atje, po më kujtohet se kur erdhen na lajmëruan do ushtar se ishëm pik në aty vëzhgua nëna prej në Kostit aty në fshatra kemi qenë biesh të vëzhgu se ishin atë pjesë ushtria serbe, edhe thanë që u bë marrëveshja, edhe po nalet lufta, për nesër kanë fillu forcat serbe mu tërhiq prej Kosovës, edhe normal që u gëzum, e kena prit pa durim se jemi gati edhe në rezerva të ushqime, në rezerva. Po me këshirë realitet u ko vështirë me besu edhe nashta edhe s'ke mujt me besu, po një aspekt pak a shumë, si thujnë adin pak je qetësu edhe pse s'ke besu 100%, po pak a shumë apet pak a orë një farë disponimi, një farë pak një farë letësimi, një shkarkimi qysh me thoi mendje se asaj që po vjen një ditë e mirë dhe do të çlirohum në herë. E Shkëlzen Shehu Kela, i veshur ushtar në majtë të 98-s në Junik, që u pozicionua në rast të Kosharës, sa u gëzua për lajmin e marrëveshjes së Kumanovës, po aq u mërzit për shokët që u vran e nuk e gëzuan këtë lajm. Marrëveshja kur arrit me 9 qershor, unë kam qenë në rast Kosharës. Domthonë na kemi pas luftime edhe prej një tragjedistori, kam pas disa ushtarë që janë ardhur jashtit, jetë Lagashi, kon komandant kompanie, kon edhe një komandant Lika. Ata kanë pas një tragjedistor shumë interesant, e shpesh shkoj ajo mesha për me ndëgju lajme. Edhe kur ja lypa tragjedistorin edhe për dëgjoj lajme se unë nënshkru marrëveshja Kumanovës, me të gudrejt ishte një emocion që u gëzum gjithë. Po në tjetër anë ishte se na u kishin vrarë plot shok, na u kishin plagos plot shok, nuk i kishin ram. Por na kemi vazhdu luftën në rast Kosharës deri me 13 qershor. Po vetë në tranzistor po ishin shumë ushtarë të mbledhur rreth në grup. Bidim kujtohet, ja fillum me granata, atëherë hinja vrap në bunker, po më thot një shok, tha, një saljer i faj, tha, qa po tu bësh ashtë, thash, o ta gëzoj bre, thash lirin. Thash se ardë lirin, thash, o në nëshku marveshja, ta gëzoj lirin, adin kishë edhe humore. Edhe në atëheri me 13 qershor kemi pas luftime në rast Kosharës. Fuori ka pa një Prishtinë, na në rast, se të mram të tjënë që në tërhek për rast Kosharës. Kur në tërhek sërë për rast Kosharës, ne kemi pas disa ushtarë dëshmortan në vram, po që s'kemi mujtë me i tërhek. O dash më najtë edhe 3 ditë për mi në zera ata dëshmort. Unë isha shumë afer në bjesht, domethënë malet Junikit,
E do isha me insistu me hi vrap me ardhë Munich për gëzimit, po komandanti Fadila Dëgjoni e theke, kur t'him keme hi gjithë batalionit bashkë, atër të shni kemi diminu vendet, gjatë diminimit o të plagos një ushtarë, i së njësi që dhe më thonë shumë kesh se unë në shku marvesha, erë pacha e vaju, ty hek minat, me nëzirë dëshmoj në plagos vetë. Aslan Aslani, Daku, i cili kishte shërbyer fillimisht në zonën operative të Lapit, për të kaluar më vonë në zonën operative të Karadakut, këtë lajme mori me shumë hezitim, pasi nuk besonte se vërtet kjo luftë do të merrte fund. Unë kam qenë në zonën operative të Karadakut, në Kishnapole, fshati Kishnapole afër Zhegocit, aty kemi qenë me bazë. Nuk e ku marrë vesh ditën, marrveshje, po mbrëmje na ka prezentu komandanti zonës Ahmet Isufi. Ne edhe pse nuk e kemi di se çka do të bëhet mas kësaj marrveshje, po ai na ka prezentu që lufta përfundon nga sot, dhe sot e tuti nuk do të ketë luftë më, por unë mos u brani mas kësaj dite. Kjo ka qenë po me ditë se çka është marrveshja, çka nuk e kemi di, s'kemi pas në informacion plot na si ushtar, se çka është marrveshja, po me ditë që po përfundon lufta e kemi ditë. Ju mendu disa kohë, po nuk u mujt me konceptu sakt që vërtet do të përfundon lufta. Po një hezitim vetvete, apo përfundon sot, a do të zgjat kjo marrveshja, do të zbatohet, a nuk zbatohet, edhe pse ndoshta kum pas një arsye për këtë, sepse unë kom qenë pikë me 24 mars, kur ka fillu bombardimi në zonën operative të Lapit, na kemi mendu atëherë që lufta përfundon brenda 2 ditëve, 3, po zgjati shumë, edhe kjo na ka dhënë një farë ndjesie të hezitimit, që mund mos më zbatu, mund me pas zgjatje, megjithatë ka një farë ndjenje përzia. Në mes shokëve kemi diskutu këta, pak gëzim, pak hezitim, po më shumë gëzim, se dishmi që kjo po shkom drejt përfundimit, po jo shumë sigurt. E sigurt ka qenë data 12, ku kemi qenë Kishnapole, i jënë vendos forcat britaneze në fshatin Plitkovic. E krejtë veçantë ishte mënyra se si Nejat Shahini nga zona operative në Rodimës e mori vesh këtë lajm. Informata për vrasjen e njëri djalë të Agjës dhe plagosin e tjetrit në 2 këmbët gjatë luftimeve e bëri atë të shkonte nga fshati Petrov, ku ishte stacionuar njësia e tij, për në Ferizaj për ta konfirmuar. Unë jam nga qyteti Ferizajt dhe jetoj shumë afër stadionit qytetit. Aty në kuneve forcat serbe kishin vendosur artilleri kundërajrore në stadion dhe e ka një distancë dikun prej 150 metra prej shtëpisë së Xhaxhajit ku shkuva për me marrë informacione dhe dikun rreth orës 11 e natës forcat serbe filluan me dal prej stadionit dhe filluan të shtinë në ajër, po në gjuhën e tyre i kam dëgjuar me vesh të mi duke thonë hajde se po shkojmë për shtëpi. Do të kuptova që aty se diçka po ndodh, por që ishin edhe emocionet e përzime për shkak se lagja jon ishte pothuajse tërësisht e banuar dhe ju drosha më të keqës në shej hakmarrje kanë ju kthy tash popullat. Në fakt të marrveshja unë e kam kuptuar kur ata kanë komunikuar rruga te dera e burrit ku qëndroja me shpresë për t'i ndalë nëse tentojnë me hyrë në burrin e Xhaxhajit. Unë qëndrova i armatusur afër një shtyllës betonit aty me qëllim që t'i pengoj. Unë e kuptova kur than ata me zveti që e përfundum. Hajde se po kthehemi në shtëpi tona se po vjen NATO. Edhe prej aty filloi me lind kuptimi që diçka po i vje fundi. Me datën 9 do të deri diku me datën 10 rreth orës 2 e mëngjesit. Unë kam qëndru në atë pjesën aty dhe rreth orës 2, kur lagjët u pastrun prej prezencës forcave të ushtrisë serbe, kam marrë drejtimin e Jezercit. Dhe rrugës kam mendu përse e kishin këtë gëzim, se ende nuk e kisha të mishrum. Pse ishte gëzimi tyre, mi po me të arritur një Jezerc e kun kuptuan prej bashkëluftarëve që është nënshkruar marrëveshja e Kumanovës. Do thotë sinqerisht ishin emocionet e përzime,
ne kishmi humbë shumë bashkëqoftar që i kishmi gjymtuar, dikush kishte humbur krahun, dikush kishte humbur këmbën, dikush ishte i plagosur rand. Ishte një mix ndjenjash, po ishte edhe një krenari që u bëra pjesë e shlirimit të Kosovës. Fillova me prek lirinë e Kosovës. Në anën tjetër të Kosovës, saktësisht në Kleçk, ku ndodhej policia ushtarake e brigadës 121 Kumanova të zonës së Pashtrikut, Bajram Gashi mori lajmin e shumëpritur nga komandanti i tij. Do them drejtën, unë e kam marrë vesh prej shokut tim, prej Naserit, prej komandantit. Naser Krasniqi, me pseudonim ka qenë Bashkim Fino. Dhe erdhe po thotë, basi Bajram do të ka ndodhur diçka e madhe. Unë mendova thash mos ndonjë tragedi, se ishim mësuar me tragjedi. Dhe në marrë vesh në Kumanov të tërhiqen trupat serbe dhe të futet NATO-ja. Është për një mend pas ka ndodhur e madhe. Ishte një tronditje, po e hëmbër kështu, tronditje shumë shpresdhënëse, se ajo më së shumti nën kuptonte jo vetëm përfundimin e luftës, po përfundimin e masakrave. Ato ishin për ne të merri më i madh masakrat që u bëshin civilëve. Se ne në front nuk është kur gjë. Aty vritësh ose vret, mos diçka normale. Kështu që për ushtarët nuk e kisha brendën. Gjithmonë brendën, gjithë ne kishim të ata që s'mund t'i mbronim. Dhe kjo për mua ishte sikur kur hapet qielli që thonë, dhe gjitha të mirët prej tash e tutje do të vinë. Ishte për një mend një rast që nuk e kam ndjerë vetën, ndoshta kur më mirë, përveç kur për herë të parë kanë ardhur dhe kanë çliruar llapushnikun u çkëja. Po atëherë ishte fillim lufte, kurse tash ishte përfundim lufte. Kjo ishte më e mira, më të mirave. Nuk na ran mend as për familje, as për kërken. Nuk na ran mend për kur gjë tjetër. Ishim dyqysh as gëzuar sa harruam krejt çka kishte ndodhur deri atë çast. Ato do t'i kujtonim më vonë. E Gëzim Saraçi nga zona operative e Shalës, më 7 qershor 99 kalon nga brigada 142 në batalionin e Gardës, e cila sapo ishte formuar dhe vendosen në fshatin Druvar. Nuk më kujtohet saktësisht data se kur e marrëm informacion për marrëveshjen e Kumanovës. Ne kemi marrë përmes ushtarëve, sepse ka pas disa ushtarë që kishin disa mjete të informimit, lloje të ndryshme të tranzistorëve, radio të ndryshme, dhe kishin marrë informacionin. Mirë po, përkundër asaj se trupat e NATO-s tashmë kishin marrë informacion se po hynë në Kosovë, në pjesën tonë ende vazhdonin luftimet. Të them të drejtën, lajmi për intervenimin e NATO-s ka qenë lajm që ka zgjuar emocione dhe ka zgjuar shpresë të madhe. Mirë po lajmi për hyrjen e kamsorisë nuk është se kemi pritur ashtu shumë, për shkak se sikur që zgjati puna e bombardimeve të NATO-s, zgjati edhe pas ndërhyrjes së NATO-s patëm edhe betejë shumë të mëdha dhe humbje edhe suksese, domethënë thjesht pati një luftë shumë të madhe, nuk e kishim shpresën se aq shpejt do të përmbyllej. Sepse menduam se siç u zhagit çështja e intervenimit të NATO-s, do të zhagitej edhe çështja e intervenimit të forcave toksore. Mirë, po fatmirësisht ajo ndodhi shpejt, edhe pse tek ne do të thotë ka pas raste kur janë zhvilluar luftime edhe me 16 qershor. Rafet Lapashtica nga zona operative e Llapit ishte plagosur në gjoks në betejën e prillit në Podujev, saktësisht me 29 prill. Vetëm pas 2 jave qëndrimi në një spital malor, ai rikthehet për të mbrojtur vendin. Informatën për marrëveshjen e Kumanovës e kupton nga komandanti i tij Rustem Mustafa Remi, por që nuk e dinte saktë se çka ishte ky lajm.
nuk kena pas shumë informacion detajum. Thëshin që o nënshkru në kapitullimi i Serbisë edhe me pas kujdes, forcat serbe dhe militare janë ende në Kosovë, po domethënë me një kujdes të shtuam. Konkretisht njoftimi është dhënë nga Remi që domethënë ushtria serbe në realitet e ka nënshkru kapitullimin, kështu na u ka kumtue. Po trupat nuk janë tërhiq. Edhe na me një vigjilencë kemi nejt. Me thonë drejtën nuk ju kemi besu trupave serbe se na nuk ju kemi ditë cili do të jetë pastaj qëndrimi i NATO-s, reflektimi se edhe mas bombardimeve zgjatën një periudhë gjatë edhe trupat serbe gjithherë veçvishin të rrit intensitetin e luftave dhe krimeve, kështu që na si luftar atje në mal, do më thonë edhe në dorën zemër me një informim, jo nashta so dohet naty rrethona, por kur u bë dikun pak pa ratë të iri, kanë fillu pregaditjet edhe është dhënë urdhni, do më thonë që batalioni gardeste me komandën e zonës me përcjellë Remin mu fut në kryeqytet. Ato pak e kena një ato që diçka ka ndodhur. Liria erdhi për të gjithë. Por secili e përjetoi ndryshe. Për disa ishte çlirim, për disa ishte rikthim. Për disa të tjerë ishte edhe kujtim i dhimbshëm për ata që mungonin. Dhe mes lehtësimit kishte edhe një heshtje që nuk shpjegohej me fjalë. Po tani çfarë? Tani ishte koha e kthimit në shtëpi. Rruga për në shtëpi ishte ndoshta udhëtimi më i gjatë. Jo për shkak të distancës, por për shkak të asaj që i priste. Disa u kthyen dhe gjetën dyer të hapura, të tjerë vetëm mure të djegura. Dhe kishte nga ata që nuk kishin më këta të rrisnin shtëpi. Disa nga ata madje u përkujdesën edhe për civilet serb. E tillë ishte rruga e Nejat Shahinit nga zona operative në Rodimës. Lufta kishte përfunduar, por përgjegjësia për të ruajtur njerëzorën sapo kishte filluar. Urdhëruam nga komandanti që të lëvizin në përdrejtimet ndryshme. Unë e pata fatin të lëvizin në drejtim të shtimës, një pjesë e shokëve të tjerë kanë lëvizin në drejtim të Perizojnë, por që fatkeqësisht popullata serbe, cilët edhe aty në kruna vjetonin në Kosovë, ishin të armatosur edhe ishin të bashkëdyzuar me forcat serbe, sepse po me 10 qershor ne e patëm një fatkeqësi, derisa po hynim në shtime, një qytetar i komunitetit serb shtin me armë dhe e plagos syrën, noflën, ja dëmton Zymës, një ushtari që fatmirësisht e kemi sot gjallë, po e kemi me të meta karanda. Dhe mandej është largu me vrull të marë, që ne edhe ditën ku kemi hy, ne kemi taku në shtime edhe qytetarë tjetë komunitetit sërb, të gjithë i kemi marë për çështje sigurie dhe i kemi drejtu në vendin ku i kishin fillu mu stacionuan. Unë me datën 11 kam arrit në Ferizaj dhe e kum taku një fëmijë rreth moshës 13 vjeçari i cili ishte i braktisur pe familjarëve të tina, edhe ai kur na ka po neve të uniformuar, ai fëmia u mshep. Po derisa ne arritëm në atë lagje që ishmi duke patrulluar, ne kemi po largimin e një veture. As nuk më ka thonë mendje që është komunitet sërb që po largohen, po prindët i kishin ikë dhe kishin lënë një vajzë 13 vjeçare. Në ndërkohë, një zoj e shtyr në mosh, shqiptare, na ka njoftu që e kën këta. Edhe ne jemi kthy edhe kemi po shkallë të lëviz një individ. Ku shkojmë është një fëmijë 13 vjeçar. Unë me vete e kom pasur djalin e Hoxhës, i cili ju kishte vrarë vllave dhe ju kishte plagos vllavi tjetër. Edhe brengën e kom pasur se qysh ka me reaguan djali i Hoxhës. E kom pasur për lutën. Ajo normal ishte bylla e fëmija, dhe neste po provonte me nalë zonën që mos mund dëgjuan prej jashtit. Edhe kër e kom hapë vitrinën, fjala e vetme ka thonë, ju lutem mos më vritni. Edhe ka qenë diçka e jashtëzakonshme,
edhe bashkë me djalin e Hoxhës kemi marrë fëmijën edhe e kemi dërgu te objekti i komunës edhe e kemi dorëzuar te familja vet. Më kujtohet ku jemi ndalë na për me nxerra fëmijë të tjerë. Nona e fëmijës ka bërtit jashtëzakonisht shumë edhe ka ngon drejtim të fëmijët. E ka marrë, e ka përqaf dhe në ndërkohë mbrapa asaj gruas bie edhe një burr tjetër, edhe në supin e kësaj gruas e lëshon dorën, aja i kthehet me një përbuzje të jashtëzakonshme, edhe i thot ju jeni vrasës, ju jeni të mërshëm, ju nuk e meriton me jetu, qëre se qysh do të më konë njerëzimi. Për ju tha me sinceritetin më të madh, ne kemi pas urdhër për mu kujdes për serbët që i kanë durët e pastra dhe që nuk dojnë mu largu prej Kosovës. Një urdhër të tillë e kishin të gjithë ushtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Gëzim Saraçi nga zona e Shalës së Bajgorës, në atë periudhë me njësitin të cilit i takonte, ishin të vendosur në Qyqavic dhe rruga deri te shtëpia e tij nuk ishte më e gjatë se 2 kilometra. Por ishte mjaftueshëm e gjatë, saqë për më shumë se një vit që ishte i veshur me uniformën e UÇK-s, të mos arrinte të shite motrën dhe 3 vëllezërit e vegjël, të cilët kishin mbetur nën përkujdesjen e familjarëve më të largët. E ky, së bashku me babain, luftonin për të mbrojtur të gjitha motrat e vëllezërit që kishin mbetur civil. Më njëherë pas tërheqjes së forcave serbe, ne kemi shkuar më njëherë në shtëpi tona. Personalisht, them, kam pas fatin që prindin e kisha edhe bashkëluftëtar, por edhe ka qenë një njeri që ndoshta edhe mosha dhe me i rryer, si të them ashtu, edhe me i përgatitur. Edhe që me kohë ne i kishim ndërtuar një strehimore, një bunker në shtëpi, dhe i kishim vendosur gjërat sepse pritej që lufta do të vazhdonte dhe megjithatë ne duhet të ruanim diçka. Kemi nxjerrë gjërat e nevojshme nga bunkeri për shkak se shtëpia pjesërisht ishte djegur dhe ne u vendosëm po atë ditë në shtëpinë tonë. Përveç nesh vendosëm në një pjesë e madhe e bashkëluftëtarëve për shkak se shumë shtëpi ishin djegur tërësisht. Natën e parë kemi kaluar në shtëpi, mirë po pa pjesën tjetër të familjes. Haxhiu nga zona e Drenicës, rrugën e parë të kthimit e kishte tek popullata civile e strehuar në mal. Nga malet e Berishës, ata vëzhgonin largimin e forcave serbe dhe të nesërmën më 10 qershor, së bashku me popullatën zbresin në përfshatrat e tyre. Kërë këna pa tengat e automobilinat e kamionat e mram që kanë kalu kryshin e Komaronit, na kena fillu më lëshu bjeshkës për Berishe dhe me orë kam, me kalu rrugën Labushnik edhe me orë në fshat këtë në ndamanek të fshati kuj. Rrugës, sheshëm, ishin ra njerëz në mina, ishmet aty gjurma e gjaku, kish pas laj bunkera që kishin qelë këtë shishen e njeri, musja mane nej se ka mina, edhe duke me pas kujdes se nuk e disha zvet ku po bjena që po bat. Kish pas shumë qelë në bunkera, kish pas kanale pa fund që i kishin qelë krejt shqiptarët që i kanë zarab edhe i kanë shtime punu për ta dhe mas shmërami shumicën edhe i kanë vra. Edhe për erdhëm fshatë edhe këty nuk i kish pas 3-4 orë që i kishim të rjek forcat serbe për i fshatit. I shkallë ishtë djek gjithë sen, 95% këj fshatë ku i djekun. Ishte rand, por me të regu drejt nuk na nike fort asë si shumë ngusht për shpia, se mas pari na ishëm të interesun familjet me pështu njerëzit, veç më këthy në shpi, dhe ishëm në bërtun edhe në lastik, nuk i kishëm gojle. As Haxhiu e as një tjetër ushtar, ende nuk e dinin a i kishin gjallë antarët e familjes. Por e para ishte liria e vendit, e më pastaj familja e ngushtë. Ndërsa shumë luftëtar po ktheheshin në shtëpitë e tyre, rruga e Rafet Llapashticës mori një drejtim tjetër. Bashk me njësitin e tij, ai u nis drejt Prishtinës. Na kemi udhëtuar domethënë deri afër Prishtinës, dikon te Siçeva, pak si dritë, kurse prej atuit jemi fut natën.
përball kazermës fshatit Llokar, ka qenë kazerma serbe aty. Edhe pse bombardume, po trupat serbe lvizshin asfaltin në akcep malit, kemi vazhdu dhe jemi futën në Kolovic në shtëpinë e Adem Deshishkut. Jemi futë natën edhe kur bo me nxese kemi ngrit flamurin, trupat e ushtrisë kombëtare të Kosovës, konkretisht zonës Llapit, e cila ka udhëheqë regionin Nemes quajt atëherë fush Kosova, Bilic, Prishtinë, Podujev. Me 11 qershor na jemi zue edhe kemi ngrit flamurin kombëtar atëherë, se s'ka qenë flamuri i Republikës tonë. Të rreshtuam dikon kanë qenë afro 200 trupa që janë ardhur me remin edhe kemi bën ngritjen e flamurit në Kolovic. Domethënë njerëz të veshin u shkep lajmi që ushtria çlirimtare, domethënë edhe komanda e zonës Llapit hynin kryeqytet, vishin njerëz, po vishin si të mos besuar që janë, edhe kur afroheshin aq shumë na kanë respektuar, si më thon, aq shumë mendojshin që jem na diçka më tjetër, kështu që u kanë pa ndjenje shumë aty, domethënë normal edhe na I kemi pas emocionet se këtë rrugë tem kemi hub shumë shok edhe bashkëluftar, domethënë të kujtohen ato momente si kur tesh, edhe ky si kur tesh, po në fund prapë pam që domethënë nuk na ka shku mundi, nuk na ka shku, edhe pse ata njerëz na mungojnë edhe sot, se që ajo lidhje shoqërore nuk bëhet asnjëherë në jetë. Ndërsa nga rasa e Kosharës, rruga e kthimit të ushtarëve në shtëpi ishte po aq madhështore sa edhe beteja e tyre e njohur për shembjen e murit gati 100 vjeçar në mes të Kosovës dhe Shqipërisë. Shkëlzen Shehu apo Kela, siç e njohin të gjithë, na kthen pas në ato momente. Ato si batalion, komandanti Fadila Dërgjona Bjeshka dhe thërke, jemi bo rresht, se cila njësi. Unë kam qenë Minahesa. Njësia Minahesa, komësëris, logistikë, gjithë jemi bo rresht për 300 ushtarë, 300 trupi ku I shohim pej ras Kosharës, rresht për ne, për zotën kur jemi rreshtu, jemi nis pej ras Kosharës, në balë ka qenë komandanti Fadila Dërgjona dhe zëvenci ti e në tjerë të ushtarë të rreth, kur jemi hinjër në këtë ura junikot, I kisha ndë njërë për zine se unë kom qenë student para lufte. Edhe më kujtoj kur kom hitë e ura e Renikit, e kom marrë rrugë shkresore, vetëm më kujtojshin ato ditë kur Serb kur anshin në automata, një Serb vike në largoj për këtë santit ose zgudzojshë me da në rrugë, e më shefshë, edhe pse isha shpijat e kalne, veç e kujtojsha si kom më flejt në tokë, vetëm në mësmi pa mua Serbt. Kër me ardhë një nek, isha shpijat e kalne, kullat, aty kom vrejt Serb si kanë dash me nashdu historinë, mos se I kanë kallë krejt kullat e Unikit. Nuk është Unikit që I këshalionën e 98-ën, në më 90% I kallon. Ishte një knasi se tash mo Serb s'pishohim, as një nek as këtë Kosovë, do më për kemi lirin, e duhet më mësu, të gëzojmë lirin, për duhet më mësu të respektojmë, se mundet me nau përsërit. Edhe zona e Karadakut kthehen në qytet si çlirimtar të vendit në formë të organizuar. Ata hynë në Gjilan më datë 14 qershor. Me datën 14 mbrëmje kanë nxjerr urdhër komandanti që na do të hyjmë në qytet. Hyrja u kone planifikuar me në lagjen Dardania nga Vran për shumë arsye, sepse pjesa më e madhe e qytetit, sipas informacionit që kemi pas, ka pas serb, që mos me kriju konflikt, edhe mos me rreziku qytetarët, na jemi vendos lagje Dardania. U konë një ndjesi pak e rëndë, sepse në mbrëmje nuk kemi pa njerëz se kemi arë shumë vonë. 15-in mëngjes, ajo konë një ndjen tjetër. Se me 15-in ju mbledh qytetarët me na prit, edhe aty e di që ka qenë një ndjen shumë interesant, që edhe sot kur ta kujtoj, është me të ardhur një qytetar me t'i put durt, ka qenë diçka emocionale shumë e madhe. Shumë. Dhe atë ndatë datë, atë ditë, kur nuk e harroj. Kur njetë nuk e harroj. Në ato momente ku më harru keq që kam edhe familjen. Qasi ndjeshmërie fort, ishtë ndjeshmërie mirë, kur e shet qytetin e lirë, njerëz të festu, njerëz të artë të përqafu, e ndin veten shumë krenar, shumë të lumtur. Edhe
pjesa më e madhe kanë qajt nga gëzimi, edhe na kemi qajt nga gëzimi, edhe unë kom qajt nga gëzimi, me rana ka qenë kur imi taku me familjet e dëshmorëve. Momentet shumë të rana, sidomos për vendin një rast, me vajzën e Ibrahim Ruçit, Hushit, Albolena, ka qenë shumë e vogël. U ardhë të grupi jonë edhe ka thonë ku është babi. Atë moment është i vetëm moment jetën teme që mu kanë ftof kamët. Nuk ku mujt me mendu, jo veçone, po gjithë shokë që jemi kanë. Asë një s'kemi mujt me dhonë përgjigje. Asë një për neve s'kemi mujt me dhonë përgjigje, po ajo ka një moment shumë emocional, tepër emocional. Prandaj, është kombinu kjo emocioni dhe gëzimi, ka një ditë që nuk e harrojko. Emocionet e atyre ditëve ishin aq të forta, sa për disa kujtimet mbetën të mjegullta, jo sepse kanë harruar, por sepse gëzimi, lodhja dhe dhimbja u përzien në një ndjenjë të vetme. Bajram Gashi nga njësiti i policisë ushtarake të UÇK-s në zonën e Pashtrikut, rrëfen se si një pjesë e madhe e ushtarëve zbritën nga Kleçka në Prizren me 10 qershor. Por ai dhe një numër tjetër i ushtarëve me urdhër të komandantit mbetën edhe 2 ditë të tjera në Kleçkë. S'mundësia vend. Nuk dija çka po ndodh me ata që shkuan në Prizren. Nuk dija çka do të bënim ne pastaj këtu në Kleçkë. Këtu nuk kish më rrezik për leshje luftarake, duke se po rrinim kot. Tash nuk e di a do të na vinë urdhri, a do të mund mbritet ne apo jo. Po unë kam ndërmend përgatitem nesër për Prizren. Edhe vendosëm gjithë, unë nisem për Prizren. Me 12 qershor kam rrinë Prizren. Tu pastaj ishte një atmosferë veçantë. Atëherë kam përjetuar çlirimin e vendit, çka do të thotë çlirimi i vendit. Që tash është shumë interesant, ku nuk më kujtohet si kam marrë në Prizren. E dini pse kam qenë shumë i emocionuar aty. Më duke që nuk po mund të lëviz vendit, a kështu fluturoja drejt Prizrenit. Nuk e di, a kemi ardhur me mjete, me ndonjë vetura, diçka, a kemi ardhur në këmbë. As me kë kam ardhur. Është shumë interesant, as kam qenë, po sigurisht një përvojt për një mend traumë. Është traumë, adha jo. Aq e madhe se nuk e di, vetëm e di kur e kam parë vetën Prizren. Sigur kur transferohet njeriu, zhinë për traumë, si një parë. Nuk mund të shpjegoj, nuk mund të shpjegoj se si ka mund të mbrin Prizren edhe të mos më kujtohet fare. Çdo gjë tjetër më kujtohet, kjo pjesë nuk kujtohet fare. Kush e din çfarë gjendje emocionale kam qenë, nuk mund ta shpjegoj. 12 qershori nuk ishte i njëjtë për të gjithë, por për të gjithë mbeti një pikë ndarëse mes asaj që ishte dhe asaj që do të vinte më pas. Në atë ditë përfundoi një luftë dhe filloi një kujtesë që vazhdon të jetojë në secilin prej tyre. Me hyrjen e KFOR-it, Kosova hyri në një realitet të ri. Liria që sot e jetojmë shpesh na duket e natyrshme, por ajo nuk erdhi vetvetiu. Pas saj qëndrojnë mijëra histori, sakrifica, humbje, dhe njerëz që në një kohë vendimtare vendosën ta vënë jetën në shërbim të atë dheut. Sot shumë prej tyre janë prindër, gjyshër, punëtor, zyrtar, profesionistë të fushave të ndryshme. Por në kujtesën e tyre mbeten ende ata djemë të rinj, që dikur mbanin uniformën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Koha ka kaluar, plagët janë zbutur, por kujtimet mbeten. Dhe bashkë me to, mbetet edhe përgjegjësia për të mos harruar. Në këtë ditë kujtese dhe krenarie i pyetëm se si ndihen sot, kur shohin se sakrifica e tyre nuk jeton vetëm në kujtime,
por edhe në vetë lirin që gëzojmë çdo ditë. Me të vërtet, mendoj që me përshkruajt një ngjarje si historike është pikërisht kjo. 12 qershori për mua është rikapitulimi i përpjekjeve shekullore të shqiptarëve për lirinë e vendit. Sot jam krenar si kam qenë pjesë e luftës, kam familje, fëmijëve shpesh ju tregoj për atë kohë. 12 qershori për shëllëzin është dita më e gëzueshme në jetën time. Dita e lirisë që arritëm të heqim forcat serbe takimi Kosovën e lirë. A ditë nuk harroj kur kemi marshu, si thashtë dhe ma herët, t'ju kënu, t'ju fol, e gëzimet, papam. Si në ondër më ka do, kur kom rrim qendër të Junikit. Kësha o Zot, ma më rrëllimi me pa herë Junikin e Kosovën të lirë, e me qenë të lirë e me pa shtetin tanë. Unë sot jam jap krenar, për shkak se edhe periudhën e mas luftës me krenari e kom lujtën. Këtë kontributin dhe mu nuk tham që e kom bo një diçka të jashtëzakonshme, po paraq sa kom bo, vërtet jam shumë krenar që arrita të kontriboj për lirinë e Kosovës dhe të arruj me dignitet këtë atë kontriboj që e kom bo. Do me qershori mbetet plagë e pashërume, se humbëm shumë njerëz, po e preqmi përballë lirien, por ky miksi i ndjenjave, i krenarisë, i mërzis edhe i lumturis ka njëherë nga ban me u thuna për kohë. Në ndjesin time do të mbetet një datë e rëndësishme e veçantë, ku për herë do t'i kujtojmë njerëz të sakrificës që nuk i kemi në mesin tonë, por do t'jetë një datë e rëndësishme e cila do të përcjellet bes pas breze për rëndësinë, për vujtjet, për krenarinë. 12 qershori është rikthimi në qytetërim. Rikthimi në jetë, rikthimi për një periudhë shumë vështirë, po aq edhe të lavdeshme. Jam përpjekur në gjithmonë ta përjetoj atë, po kur s'kam besuar që do ta përjetoj. Po lërne që e përjetova, po edhe mbijetova. Kjo është diçka një mrekulli për mua. Një mrekulli. Erdha në qytetin e Prizrenit pa asnjë frikë se do të ndodhë diçka e keqe. Edhe qyteti më duke krejt ndryshe, nuk duke më ai Prizreni më shumë. Më duke se edhe në oncat në ngjyrave kishte ndryshuar komplet. Ishte një qytet sa i njohur, pa aq i panjohur. I njëjti qytet në dimension tjetër. Edhe vetëm duke në dimension tjetër. Edhe nuk dija do të kthehesha prapë në jetën normale apo do të jem ashtu. Po u kthyem koha na kthej sërish. Edhe qytetin, edhe mua, edhe gjithë tjerë. Është një ditë e bekume, si thujme, lumtur, se jemi të lirë, muj me punu, muj me... Nuk mund njeri me përshkru ato sana, për shembull, ato gëzime, ato... Është një lloj krenarie madhe kur te je një prej pikave të vogla për ato ku jem sot. Për mu personalisht nuk ka diçka ma sublime se të gjitha mund e arrit. Edhe shkollimin ai që don, edhe punën, edhe gjithçka mund arrit, por momentumi me i shërby kombit do të shërbejmë çdo ditë edhe sot, po në forma tjera. Mirë, po luftrat nuk ndodhin çdo ditë, çdo javë, don ato ndodhin momentume të caktuara dhe shumë njëna krenar dhe asnjëherë nuk një veten kokulur sa i përket këtij shërbimi. Kjo jem të insistu me të gjitha forcat edhe energjit që të pasohet edhe të pasardhësit tonë. Ushtria shqiptare ka fitu ringun në luftë me Serbinë, se na kemi fitu me krejt humbje që i kemi pas, na e kemi çliru vendin, a me natën, a me një pak kontribut tonë na shumë, a me ndimin e popullit, po populli i Kosovës me ushtrinë shqiptare e ka fitu luftën ndaj Serbisë. Jo për mua, po mendoj për secilin njeri i cili apo se cilin këmbi, cili ka qenë i okupum. Dita e çlirimit është dita më e rëndësishme e një kombi. Dita kur çlirohet. Vonë është një prej datave më të rëndësishme që mendoj që Kosova sot do t'i jap rëndësi shumë të madhe. Unë jam shumë i sigurt çdo luftar, edhe pse një pjesë e kanë rrinë moshtash, por kur të vjen pyetje Kosova prap luftojnë. Dita e çlirimit në Kosovë
Unë mendoj që nuk festohet sa do të mu festu. Jo që jam pjesë e ushtrisë ndërkombëtare të Kosovës sonë, se pjesëtarët u UÇK-s edhe UÇK ka qenë këtë Kosovë, me një formë apo formë tjetër. Po na do të me festu si ditë çlirimi, sepse kemi qenë një popull i okupuar, i shkelur, me vite e me shekuj. Kjo datë për neve do të me qenë një datë e veçantë. Jo vetëm një ditë pushimi, po do të me qenë një datë e festave të mëdha. Se kjo datë u arrit me gjak. Shumë e njeri ka dhënë gjak këtë ditë. Prandaj unë mendoj që jemi pak të zbet, e festojmë pak zbet, jo në formën e dorë. Për mu, hyrja në qytet ka qenë një ndjenjë që edhe me dasht me kthy nuk muj me kthy mu. Për mu është gjithçka. Dymbëdhjetë qershori, dita kur heshti lufta dhe filloi të dëgjohej paqja. Dita kur një popull i lodhur nga dhimbja e pa lirin jo më si ëndër, por si realitet. Në atë ditë u mbyll një kapitull i rëndë historie dhe u hap një faqe e re shprese. Por 12 qershori nuk mbetet vetëm një datë në kalendar. Ai mbetet kujtim, sakrificë dhe amanet. Për ata që jetuan me armë në dorë dhe me shpresë në zemër. Liria nuk ishte fundi i rrugës, ishte fillimi i saj. Dhe vazhdon të jetoj në kujtesën tonë. Dëgjuat radiodokumentarin 12 qershori, kujtesa e lirisë. Autore Afërdita Rushiti. Realizimi teknik Shpejtim Salihu.